Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lahu waliyyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Po vazhdojmë me lejen e Allahut te baraka wa taala, aty ku kemi mbet me komentimin e kapitullit të tij ka dhe mirësjellja nga Sahihu Imam Buhariut, Allahu e mëshiroft. Jemi tek në kapitulli 31, të cilën e titullon Imam Buhariu, Allahu mëshiroft, "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah." Emërton këtë në kapitull me një pjesë të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, e që i bjen kush e beson Allahun dhe ditën e fundit, ditën e kiametit, takimin me Allahun xhalla xhelaluhu, ahiretin përgjithësi, të mos e shqetësoj fqinjin e tij. Të mos e shqetësoj fqinjin e tij. Dhe transmeton këtu hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu anhu, i cili thotë se dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah." E njëjta pjesë që tham të titullin në kapitullit. Kushdo për juve që ka besuar Allahun xhalla xhelaluhu dhe ditën e fundit, të mos e shqetësoj fqinjin e tij. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Dhe kush e ka besuar Allahun xhalla xhelaluhu dhe ditën e fundit, le të nderoj mysafirin e tij. E për mysafirin vjen hadithi i radhës, edhe flasim inshallah pak më gjatë. E sa i përket nderimit të kushijut, respektimit të tij, mos shqetësimit të tij, e kena marrë një hadith që transmeton Imam Buhariu prej Aishës radhiyallahu anha, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Ka vazhdu disa herë Jibrili alayhi salam me fol mu edhe me këshillu mu që mu sill mirë me kushijt e mi, sa që ku mendu që kam ishti në trashëgimit pasurisë, që edhe fqenjt, kushijt kanë me marrë pjesë edhe hise prej trashëgimisë besimtarëve. Qatë shumë që e kanë ngritë Allahu xhalla xhelaluhu hakun e tyre. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kjo është rregull e madhe në dinin ton, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kushdo për juve që ka besuar Allahun edhe ditën e gjykimit, le të fol mirë ose le të hesht. Kur e din që ka mundësi me fol mirë, le të fol. Kur e din që s'ka mundësi, nuk është i sigurt, që nëse flas që tash bëj hajër apo nuk bëj hajër, atëherë le të hesht. Kjo është e duhura që do të me zgjedhaj, për shkak se ne e dim që Allahu xhalla xhelaluhu dëgjon edhe sheh, subhanahu wa ta'ala. Edhe i ka melekt cilët punojnë për Allahun xhalla xhelaluhu, cilët i ka angazhu me shkru fjalët tona, veprat tona, të mira dhe të këqija, për cilat tani do të me dalë me jep llogari për Allahu xhalla xhelaluhu. Për atë arsye dietarët kanë thënë kjo është rregull e madhe në dinin ton në Islam. Falyaqul khayran aw liyasmut. Le të fol mirë ose le të hesht. Transmeton Imam Tirmidhiu një hadith nga Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, i cili ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar." Tregoma ja Rasulullah një vepër e cila më fut në xhenet dhe më largon prej xhenemit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Laqad sa'alta 'an 'azim." Ti ke pyet për një vepër madhështore. "Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alayh." Por sa ajo vepër është e lehtë për ata cilëve Allahu xhalla xhelaluhu u lehtëson. Edhe fillon fol për namazin, për agjerimin, për sadakan, për xhihadin në rrugën e Allahut xhalla xhelaluhu. Edhe pasi që fol për krejt këto, i thot Muadhit radhiyallahu anhu: "Ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullihi." A do në Muadh me tregu ty për atë që i mbërthen të gjitha këto, që i mbërthen krejt çto vepra të mira që ti kum përmend, që është tepër më rëndësi. Thot Muadhi: "Fa akhadha bi lisanihi." E ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjuhën e tij me gishtat e tij. Edhe ka thonë: "Kuffa alayka hadha." Maje edhe ruje gjuhën tënde. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Falyaqul khayran aw liyasmut." Le të fol mirë ose le të hesht. Për shkak se heshtja
është prej veprave më të dashura të Allahu xhalla xhelalu. Edhe është ibadet në veti. Në vazhdim i thot Muadhi radhiyallahu anhu, ja nabi Allah, o pejgamberi Allahut, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallam, ana pasku më marr në pyetje para Allahut dhe me ato që folëm, ato që thonë me gjuhën bima natakallamu bihi. Në këtë rast i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thakilatka ummuka ya Muad, tumt nëna ty o Muadh, mos të pas nana. Sigur është fjalë që më ja tërheq vërejtjen, a më kallzu që çka e të folte. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdim, wa hal yakubbu an-nasa fi an-nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. O Muadh, tumt nana, të janë nuk e din që në xhehenem me fytyrat e tyne hin njerëz për shkakun kryesor, e që është bashkë ky shkak, për shkak të asaj që korrin me gjuhët e tyre. Ata që e folin dhe dalin tash para Allahut te bareke ve teala me dhon llogari për to. Kështu që kjo çështje e gjuhës së të folurit është çështje shumë e rëndësishme dhe duhet me pas kujdes të shtuar. Hadithin e radhës që transmeton prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abu Shuraih al-Adawi, thot men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Njëjta fjali me pak ndryshim. Kush e ka besuar Allahun edhe ditën e gjykimit, le ta nderon fqinjin. Te hadithi i parë tha, mos ta shqetëson fqinjin. Kto po thot le ta nderon. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu jaizatahu. Edhe kush e ka besuar Allahun edhe ditën e fundit, le t'jap mysafirit hisën e mikpritjes ashtu siç i takon. Hisën e mikpritjes ashtu siç i takon. E kam pyet, kanë thonë, wa ma jaizatuhu ya Rasulullah, e cila është hisja e tij, o i dërguari i Allahut? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yawmun wa layla, një ditë edhe një natë. Hisja e tij është një ditë edhe një natë. Kjo është obligative. Ndërsa në vazhdim thot, wa dhiyafatu thalathatu ayyam. Edhe me majt ato 3 ditë. Do të thonë mi shërbyja ti më jap me hangër, me pi, më apo vend me flet 3 ditë. Këto dietar thonë, ka që thonë është obligative 3 ditë në përgjithësi, ka dietar që thonë dita e parë është obligative, yawmun wa layla, ndërsa kjo wa dhiyafatu thalathatu ayyam, kjo thonë është sunet. 2 ditë tjera, dita e dytë dhe e tretë, thonë është prej sunetit. Është shumë e pëlqyeshme që mi nejt gati edhe mi shërby mysafirit i cili të vjen. E që në këto hadithe thonë dietarët është për qëllim mysafiri i largt. Mysafiri i cili u thën pe largut, mysafiri i cili kur vjen çat vend s'ka ku me flet, s'ka çka me bë, ka shumë nevojë për ty, që ta janë parsor që hin këtë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fama kana wara dhalika fa huwa sadaqatun alayh. E çka ka më shumë se sa kjo, më shumë se 3 ditë, kjo ka thoni llogaritet sadaka. Shtes halon shpërblim, po nuk është obligative. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Përfundimi i njëjtë sigurisht hadithin e kaluam që përmendëm fjalin, kush e ka besuar Allahun në ditën e fundit, le të flet mirë ose le të hesht. Pastaj në kapitullin e radhës, të cilin e titullon Imam Buhariu Haqqul Jiwari fi qurbi al-abwab, e sjell një hadith. Çka i bën ky titull? E drejta e fqinjit llogaritet sipas afërsisë së dyerve. Do të thonë më shumë hak ka ai i cili e ka shpinën dhe ka derën më afër se sa ai tjetri që ka më larg. Edhe sjell hadithin e Aishës radhiyallahu anha, cilën thot qultu ya Rasulullah inna li jaraini, o i dërguari i Allahut, unë kam 2 kojshike. Fa ila ayyihima uhdi, cilës për atyre dyave më dhon hedije. Është fjala nëse e ka një hedije edhe nuk don me ndat hedije, po don më jap veç një kojshikës. Ose e ka një hedije që nuk ndahet, është vetëm një hedije. S'mund të më jap edhe dikujt edhe dikujt. Fa ila ayyihima uhdi, cilës për këtyre dyave më jap ja Rasulullah këtë hedije. Ka thon ila aqrabihima minki baban. Ja jap asajna cila e ka derën më afër shtëpisë tonë. Do thon ai kojshi i cili është më afër neve me banim, ai ka më shumë hak se sa kojshit të tjerë. Pse ka hak më shumë? Për fjalëve që i përmendin dietar është që ai kojshi mundet me pas se çka po hen në atë shtëpi. Mundet me lakmu, mundet me një erën e ushqimit. E me pas nevojë me hangër çata, me pas dëshirë me hangër çata, mos me mujt. Për këto dhe për disa arsye tjera, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka përparësi kojshiut që është më i afërt. Këtë hadith vrehet niveli i lartë
i edukatës së Aishës radhiyallahu anha, e cila kur ka pas hedije e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam cilët më jep, kjo është edukat në veti. Edhe vrejet, edhe përfitohet për këtij hadithi edhe diçka shumë e madhe, e që është që dituria vjen para veprës. Parimisht besimtari nuk do të me vepru tani me pyet. Do të me marr dije mas pari e tani me vepru. Aisha radhiyallahu anha s'ka shku me jap ato tani me thonë ja Rasulullah, kujna me jap, a kum bo mirë, a kum bo keq. Që shapojnë shpesh shumë prej muslimanëve. Mas pari e ka pyet ja Rasulullah, cilës më jap, e tani e ka bo veprën. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sa i përket shahadetit edhe lartësimit të Allahut dhe njohshmërisë së tij, kur ardh puna te kjo çështje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çka i ka thonë Allahu azza wa jalla në surën Muhammed, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije mas pari ka thonë që nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush tjetër përveç Allahut. Do të thonë dija vjen edhe para shahadetit edhe para tauhidit. Do të me ditë njëri çka po adhuron, kam po adhuron, pse po adhuron, çka i bën fjala la ilaha illa Allah. Jo me thonë për shembull s'ka krijues tjetër përveç Allahut. Se kjo është e mangët. Për ata ka shumë njerëz që thonë la ilaha illa Allah me qindra mira herë në 7 ditë. S'nalen të thonë la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, sa të marrin frymë çto thonë. Po s'u vlen te Allahu azza wa jall. Pse se nuk e kanë njënën prej dy kushteve thelbësore që janë për pranimin e veprës. E që është e para, ikhlasi, sinqeriteti, më koni sinqert në ato që po e thu, e që zakonisht ka për cilë po flasë e kanë këto, po nuk e kanë pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ose janë të tjerë që nuk e kanë sinqeritetin, thonë la ilaha illallah, po bojnë shirk, prejnë kurban për dikën tjetër përveç Allahut, e dojnë dikon më shumë se Allahun ose aq sa dojnë Allahun, i mbështeten dikujt tjetër, që i mbështeten Allahut te bareke ve teala ose edhe më shumë. I lusin varrezat, i lusin njerëz të vdekur, i lusin njerëz të gjallë. A që krejt këto janë shirk. Edhe nuk i vlen fjala la ilaha illallah, nëse thotë edhe me miliona herë. Për shkak se Allahu azza wa jall pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam e ka mësuar, ka thonë fa'lam dija mas pari annahu la ilaha illallah. Në surën Al-An'am, kur i përmend 18 pejgamber me emra, edhe disa tjerë pa emra i thotë walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Nëse kishin bërë shirk, krejt veprat e mira që kanë bërë, këta pejgamberin kon. Krejt veprat e mira Allah ja u kish zhvlerësuar, ja u kish pranuar. Për shkak të shirkut Allah na rujt. Pastaj në kapitullin e radhës e transmeton hadithin e Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, e që këta dy kanë qenë sahabi. Edhe Jabir edhe baba i tij Abdullah ibn Amr, po jo Abdullah ibn Amr ibn al-As, po është një tjetër. Kullu ma'rufin sadaqa, kështu e ka thujt kët në kapitull që është vetë hadithi i Jabirit, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë kullu ma'rufin sadaqa, çdo vepër e mirë është sadaka, është lëmosh. Secila vepër e mirë, çfarë do vepër të mirë që e bën mirë, jo vetëm lëmosha me jep pasuri me nxjerr për pasurisë, po secila vepër dhe secila fjalë e mirë është lëmosh. Dhe është sadaka te Allahu te baraka wa taala. A për këtë mas mirë argumentohemi me hadithin e Abu Dharrit, që është në Sahihun e Muslimit, ku thotë se disa njerëz kanë shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë thonë ja Rasulullah, dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur. O i dërguari i Allahut, pasanika të mëdhej na i morën krejt shpërblimet. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Po falen sikur na. Na po falem, ata po falen. Po agjerojnë sikur na po agjerojmë, ata po agjerojnë. Po çka kanë bëu ata? Yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ata po dhojnë sadaka prej pasurive të shumta që i kanë. Krejt nevojat pikërin me çato pasuri dhe po i met hala kogja shumë e pe çasana po dhojnë na ja Rasulullah, jena të varfër s'po kena mundësi me jap në rrugën e Allahut te baraka wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Ju ka thonë ja po mendoni që Allahu azza wa jall s'ju ka lënë juve hapësirë edhe zgjidhje që jo me jap sadaka dikun tjetër vetë se po mendoni që ashtu do të me pasuria, edhe ja u ka tregu krejt mundësitë edhe opsionet. Ju ka thonë inna bi kulli tasbihatin sadaqa. Për secilin tasbih që e bani, që thuni subhanallah, e lartësoni Allahun azza wa jall për çdo tmete, keni sadaka. Është sikur me jap lëmosh, është shpërblim i madh. Inna bi kulli tasbihatin sadaqa wa kulli takbiratin sadaqa.
Edhe me çdo tekbir që thot njëri Allahu Akbar, ka sadaka, sikur me jap sadaka. Wa bi kulli tahmidatin sadaqa, dhe sa thot alhamdulillah ka sadaka. Wa kulli tahlilatin sadaqa. Edhe me çdo tahlil, me thon la ilaha illa Allah, prap ka sadaka. Wa amrun bil ma'rufi sadaqa, edhe nëse ai urdhon për të mirë, është sikur se me jep sadaka. Wa nahyun an munkar sadaqa. Edhe me ndaluni të keqe është sadaka. Sa përket këtyre fjalëve që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith, e që me thon subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar, e transmeton Imam Muslimi një hadith prej Abu Hurairës radhiyallahu anhu, në cilin thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi ash-shams. Mi thon çto 4 fjalë, veç 4 fjalë. Çto 4 dhikre janë më dashura për mu se sa e gjithë ajo mbi të cilën lind dielli. E që është për qëllim dynjaja me çka konta. Te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe te Allahu xhalla xhelaluhu është më e rëndësi që ky dhikr i shkurt i cili ti merr 3 sekonda. Se sa krejt dynjaja me çka konta. Kjo është për ata që dinë me llogaritme llogaritjen e ahiretit. E jo me llogaritjen e dynjas. Për shkak se për dynjan e dim çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Sahel ibn Sa'id as-Sa'idi kur flet për dynjan. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. Të Tirmidhiu, sikur të kish pas vlerë kjo dynja te Allahu azza xal vetë sa një krah i mushkonjës. Krej dynjaja me çka konta. Nëse shkon te Allahu azza xal, nëse kish peshu vetë sa një krah i mushkonjës, ma saqa kafiran minha sharbata ma. Asnjë jo besimtari i cili bën shirk Allahut dhe kufër Allahut, si kish jep me pi as edhe një glënk ujë. Po për shkak se te Allahu azza xal kjo dynja nuk ka kur far vlerë, ja jap ata edhe atyre që i bojnë shirk, edhe atyre që i bojnë kufër, po edhe atyre që e njësojnë Allahun te baraka wa taala me tauhid. E sa i përket këtyre veprave të mira, e që është urdhrimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja, Allahu xhalla xhelaluhu i lavdron shumë sahabit. Në surën Ali Imran edhe ju thot: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas." Jo ishit populli më i mirë që i ka kriju Allah për njerëz të tjerë. Edhe te Allahi ne kon më të mirët, padyshim, po edhe jeni më të mirët për njerëz të tjerë. Pse? Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jeni më të mirët për ta nga se ju urdhrani për të mirë edhe ndalani nga e keqja, edhe besoni Allahun xhalla xhelalu. Kjo është vlera e madhe e urdhrimit për të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Vazhdim ju thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa fi bud'i ahadikum sadaqa." Edhe në marrëdhëniet intime me gratë e juaja keni shpërblim, sikur se me jep sadaka. Edhe çuditën shumë sahabit, i thonë ja Rasulullah, a yati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Çish ka mundsi ja Rasulullah dikush prej neve me shfry epshin e tij edhe me pas për të shpërblim? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "Ara'aytum law wada'aha fi haram?" Çka po jam Armenia? Sikur ai të kish shfry epshin e tij në haram. A kana alayhi fiha wizr? A kish pas mëkat Allahu xhalla xhelaluhu? Patjetër që kish pas. Atëherë fakadhalika idha wada'aha fi al-halal kana lahu ajr. Nëse ai e shfryn epshin e tij në halal, atë që Allahu xhalla xhelaluhu ka leju, ka për të shpërblim. Hadithi i radhës është hadithi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, në cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Ala kulli muslimin sadaqa." Secili musliman e ka obligim me jep sadaka. Secili musliman e ka obligim me jep sadaka. Qalu fa in lam yajid, ka thonë ja Rasulullah, nëse s'ka pasuri që me jep sadaka, çka me bë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i fton këtë rast njerëz me punu. Ju thot: "Fa ya'malu bi yadayhi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq." Punon me dy durët e tij, ndihmon nefsin e tij, veten e tij, domethënë punon edhe përfiton me çat pasuri që përfiton, edhe prej asaj pasurisë nxjerr diçka prej saj dhe jap në rrugën e Allahut. Qalu fa in lam yastati' aw lam yaf'al, nëse ai nuk ka mundësi me punu, apo edhe thjesht nuk don me punu.
Çka me bëu atëherë ja Rasulullah? Ka gjuna ose ka ndonjë mundësi tjetër që me jep sadaka? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa yu'inu dhal hajati al malhuf. Atëherë le ta ndihmon nevojtarin e vuajtur. Ai që ka shumë nevojë për ndihmë. Le të ndihmon atina pra. Prapë i thonë, fa in lam yaf'al, nëse ai nuk don me bëu ata, thot fa ya'mur bil khair, atëherë le të urdhëron për të mirë, ose thot transmetuesi bil ma'ruf, le të urdhëron me të mirë. Fa in lam yaf'al, prapë pyesin sahabit, nëse as nuk don ai me urdhëru për të mirë, çka me bëu? Ka prapë problem nëse bën ndonjë sen tjetër ose ka gjuna ose diçka? Pra përgjigjet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i thot, fa yumsiku ani sharr, atëherë ndalon veten prej sherrit. Ndalon veten me bëu punë të këqija. Fa innahu lahu sadaqa, nga se kjo është për të sadaka. Do të mi ditë njeri këto hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mi lexu edhe me meditu rreth tyne, që me ditë çdo ditë kur qohet mëngjes me ndreq njetin e tij. Me thonë unë sot veç sherr s'po bëj me lejen e Allahut, edhe kam shpërblim të Allahu azza wa jall. S'po bëj sherr, jo që s'po muj, jo për ndonjë arsye, me thonë filani ka bëu diçka tani me ma marr fytyrën dikush, po për shkak se Allahu azza wa jall ka ndalu. Edhe Allahu azza wa jall e don këtë vepër. Edhe me lejen e Allahut i shkruhet njerit sikur se më jep sadaka, nëse ai largohet prej sherrit. E lemo nëse vjen tani edhe vepron vepra të mira të cilat janë përmend këtë hadith edhe në hadithe tjera. Në kapitullin e radhës e sjell një hadith Imam Buhariu dhe titullon këtë kapitull Tibul Kalam, fjala e mirë. Edhe s'pari shkurtimisht e përmend fjalën e Abu Hurairës radhiyallahu anhu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë al-kalimatu at-tayyibatu sadaqa. Fjala e mirë është sadaka. Veç mi thon dikujt diçka mirë është sadaka. Që thot Allahu azza wa jalla në surën Al-Baqara wa qulu lin-nasi husna. Dhe thuajini njerëzve fjalë të mira. Kjo vetë në vetë është sadaka. Edhe sjell hadithin e Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, i cili thot: "Dhakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nar." Njëherë prej herave pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend zjarrin. Fata'awadha minha. Ka kërku mbrojtje te Allahu azza wa jall prej zjarrit. Wa ashaha bi wajhihi, edhe ka kthy fytyrën në anën tjetër. Thot transmetuesi prap ka ndodhur njëjtë. Edhe një herë ka përmend zjarrin e xhenemit, edhe prap e ka largu fytyrën e tij. E pastaj ka thënë ittaqun nara, keni frikë prej zjarrit. Ruajuni prej tij. Walau bi shiqqi tamra. Qoftë edhe me gjys hurme. Ittaqun nar, ruajuni prej zjarrit. Walau bi shiqqi tamra. Fa in lam tajid fa bi kalimatin tayyiba. Nëse nuk e gjen as çat gjysmën e hurmës, atëherë ruaju prej zjarrit të xhenemit edhe me një fjalë të mirë. S'ki nevojë me jep sadaka kur gjej as edhe një gjys hurme. Kena treguar në dersit e kaluar hadithin e Aishës radhiyallahu anha kur ka ardhur një grute, aja dhe ka lyp diçka sadaka më jap, i ka pas dy vajza të vogla. Kur thotë s'kum gjejt kur gjë tjetër në shpër vetë se një hurme. Çat hurme ja kum jap. Çka ka bëjë nana? Për rahmetit saj ka ndonë dy pjesë, ka një në pjesë vajzës të parë, një në pjesë vajzës së dytë. Nëse as çita nuk e ki, atëherë bëj sadaka me fjalë të mirë. E fjala e mirë, subhanallahu, është shkak që njeri me hin xhenet. Shpesh herë shohim subhanallahu, një fjalë të mirë thot njeri, edhe bëhet shkak për një hajër tepër të madh që na shtasnale deri në ditën e gjykimit. Për shembull, një prej mësuesave të Imam Buhariut, Allahu mëshiroft, që na po lexojmë sahihun e tij dhe po e komentojmë, apo përfitojmë prej tij dhe po na rritet imani kur po lexojmë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pikena me një vend, kreti kem çote, muna mi lexu lat, muna mi komentu lat. Çështu ka një mezhles me do dietar, edhe një prej tyre ka thonë, çështu të fol, ka thonë sikur dikush pe juve te kish mbledh sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka u transmetuar që është i saktë me mbledh me një libër. Veç që ka thonë që është sikur fjalë goje. Dhe ka vazhdu me zlisi, ka nejtë edhe në quajnë shpërnda. Imam Buhariu ka një këtë fjalë subhanallahu. Edhe u qu me vite, ka mbledh sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ne ka pru neve të gatshëm. Krejt që ka në Buhari është sahih, është e vërtet. Është fjalë 100% e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka bu krejt këtë mund, dhe krejt këtë lodhe, krejt atë udhëtim, krejt atë harxhim.
Sa herë kalon keq familjen e tij, sa herë ka me të keq për veti. Për çka? Për me na mbledh neve sunetin. Për këta kush ka shpërblim mësuesi i tij subhanallahu që një fjalë ka thonë. Veç një fjalë ka thonë subhanallahu, fjalë gojës. Sikur dikush pe juve të shqiu dhe të kish shkruar një libër, të kish mbledh. Me çat fjalë bëhet shkak që krejt umetin ashta deri në ditën e gjykimit me përfitu prej Sahihut Buhariut. Një çashtu sa njeri subhanallahu ka gajle, ka vështirësi, ka dhimbje. Një fjalë të mirë subhanallahu më ia thon. I ndihmon tepër shumë, bëhet shkak që arrit imanin, bëhet shkak që ai me bëu sabër pak më shumë. Bëhet shkak që ai më thon, hajt se kjo dynja është kalan. Për çata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë që edhe fjala e mirë është sadaka. Për çata Allah na thotë wa qulu lin nasi husna, thunu njerëzve fjalë të mira. S'ka thon thuni veç besimtarëve. Ka thon krejt njerëzve, thunu fjalë të mira. Nga se me fjalë të mira tërheq edhe jo besimtarin edhe bëhet shkak që ai më pranu fen Allah te baraka wa taala. Në kapitulli i radhës është në kapitulli 35, cilën e ka titulluar Imam Buhariu Er-rifqu fil amri kullihi. Butësia në çdo gjë. Edhe sjell hadithin e Aishës radhiyallahu anha, gruas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila thotë: "Dakhala rahtun min al-yahudi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Një grup i hebrejve kanë hitë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, edhe kanë thonë atina assalamu alaikum. Që bjen vdekja qoftë mbi juve. Kanë mallku, ja kanë dashur të keqen pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qalet Aisha, çka ka thonë Aisha në këtë rast? Fafahimtuha, e kam kuptuar çka kanë dashur të thonë. Se kjo është fjalë e afërt, as-salamu edhe as-samu. Me thonë se shpejt zvrehet. Aisha radhiyallahu anha thotë e kam kuptuar. Që kanë dashur të thonë diçka keq. Assalamu alaikum. Vdekja qoftë mbi juve. Fa qultu wa alaikum as-samu wal la'na. Edhe mbi juve qoftë vdekja edhe mallkimi. Kjo është fjala e Aishës radhiyallahu anha. Ju ka thonë që të jehudive. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة. Ka thonë qetësohu o Aisha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë qetësohu o Aisha. Inna Allaha yuhibbu ar-rifqa fil amri kullihi. Ka se Allah e don butësinë edhe që qetësinë në çdo çështje. Edhe pse ata kanë thonë assalamu alaikum, ka dalë s'ka nevojë me të vrumë, i thonë wa alaikum assalam wal la'na. Se ka shtu diçka, si ka thonë veç assalamu alaikum, po edhe al-la'na, al-la'na është shtesë. فقلت يا رسول الله فتكم ثونو يدرقوار يا الله أولم تسمع ما قالوا تحسي كني شثانا تحسني وجبت مالكوينا جبت السلام عليكم قال صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم إثاش وعليكم أتام ثان وديك هجوم بتيون إثاش ذن بيوفا edhe me çka që përfundon ata kanë thonë çka që t'ia kthen me çka që edhe në rregull është barabar s'ka nevojë me tepru edhe mu kallzu jashpër. Nga se është një transmetim tjetër të Buhariu, e që ka dhënë në një shtesë tjetër, kur i thonë ata assalamu alaikum, Aisha hala ma shumë ishte në diçka tjetër. I thotë assalamu alaikum wa la'anakumullahu wa ghadiba alaikum. Vdekja qoftë mbi juve, edhe laneti i Allahut qoftë mbi juve, edhe hidhrimi i tij qoftë mbi juve. Do thonë ja ka shtuar dy fjalë tjera. I thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mahlan ya Aisha, ka dalë që të sa Aisha, edhe i thotë subhanallahu që një fjali shumë të shkurt, po që është rregull shumë e madhe në fen tonë. Alejki bir-rifq wa iyaki wal-fuhsh ose al-unf. Ka thonë, oj Aisha, sillu me butësi e asë si me ashpërsi. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë alejki bir-rifq wa iyaki wal-unf, sillu me butësi e jo me ashpërsi, me jahudit, cilët ja kanë dashur të keqen edhe vdekjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka po mendoni ju çish do të mos sillna në mesin tonë? A do të më lona mundësinë mesin tonë që mos më fol me vllazni musliman? Mos më dhon selam vllaznive musliman? Kur të shohim në rrugë me kthy kryt edhe fytyrën mos më qyt vllaznit e tonë musliman? Ku po metet fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë për jahudi, sillu me butësi e jo me ashpërsi. Çfarë po mërmënia, çka kishte thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Nëse na kish pa neve që sillëm mesin tonë. Për që ata, thonë djetarët, edebi dhe edukata vjen para diturisë. Djetarët gjithë e kanë mësu edebin, qysh mu sill me këta, qysh mu sill me ata, qysh mu sill me ata. Tani ja ka nisi kanë mësu senet e tjera.
thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur I thot Aisha, "Awalam tasma ma qalu?" Ti nuk I dëgjove se çka than? Thot, "Awalam tasma'i ma qult?" Ti as më keni mu çka kum thon? Edhe këto është që shtesa tjetër. Thot radatu alehim. Ja kum kthy me çaq sa më kanë thon ata mu. Fa yustajabu li fihim. Çto është dallimi? Ka thon mu pranohet duaja për ta që kum bë kundër tyne. Wala yustajabu lahum fiya. E atyne nuk ju pranohet duaja kundër meje. Është dallimi I madh. Mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po edhe besimtarëve kundrejt jo besimtarëve. Na kur bëjmë dua kundër atyne na pranohet, ndërsa ata kur bëjnë dua kundër neve nuk ju pranohet. Është një hadith I ngjashëm, hadithi Aishës radhiyallahu anha në Sahihun e Muslimit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana. Butësia nuk gjendet në çka do kovë veç se zbukuron ato. Kudo që ka butësi, ai mexhles, ajo fjalë, ai vend zbukurohet. Atmosfera ndreqet, subhanallahu, kur ka njerëz që janë të butë dhe të mirë dhe të afërt. Wala yunza'u min shay'in illa shanahu. Dhe nuk largohet kjo butësi prej diçkafit, vetëm se e shëmton atë. Hadithi tjetër është hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, I cili thotë që një prej beduinëve bale fil masjid, ka urinu në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku në Medinë. Ka urinu, ka shku me një vend, veç vetë edhe ja ka nis me urinu, para njerëzve, para sahabive, para pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqamu ilayh, janë çu, subhanallahu, sahabit edhe kanë dashur me ndalu ata. Janë bën nervoz qysh në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me urinu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzrimuh. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos e ndërpritni. Para më nëse ata kish pas mundsi dikush hoxha se muezini I xhamisë se dikush me pa dikon të urinu me thon mos e ndërpritni. S'ka mundsi kishin thonë shkoni nalë nëse veç kishin pas mundsi. Ka thon mos e ndërpritni. Lana le të kryjm deri në fund. Thumma da'a bidalwin min ma fasubba alayhi. E pastaj ka kërkuar një kovë me ujë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për sahabive, cilën e kanë derë në vendin ku ka urinuar njeri. Çati ku ka urinu, e kanë marrë një kovë më të madhe me ujë, e kanë derë çatë dhe me kaq ka përfundu. Thonë dietar, pse ka bëu kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kanë thonë se nëse e kishin penguar ata, ai kishte stërpik mas pari teshat e tij. E dyta, I kishin bu antidavet. Ishin sill keq me të. Nashta dikush e kish godit, ose dikush e kish marrë me dhunë ose me forcë kish qit jashtë. Ose nashta edhe kish urinu në vene ndryshme, jo veç aty ku kon të urinu, po edhe në djathë, në të majte për rreth. E ish bu mazar tani me fshi. Ish dash me qit ma shumë uje, ma shumë vene. Se ta rukon laq, subhanallahu, në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. S'ka pas tepia, s'ka pas kësën. Dhe për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka thonë atyne mos e ndërpritni. Dhe thuhet që subhanallahu ky u kon ai që e ka thonë atë fjalën që kena përmend dersën e kaluar. Allahumma arhamni wa Muhammeden wa la tarham ma'ana ahadan. Që ka bëu doan, o Allah, mëshiro mua dhe Muhamedit edhe kërkon tjetër përveç neve. Thuhet që ky sahabi u kon që e ka thonë këto. Me një transmetim tjetër të Muslimi, nga Enesi radhiyallahu anhu, një shtesë tjetër, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çka janë xhamiat, masanena, e mëson subhanallahu beduinin. I thot inna hadhihi al-masajid la tasluhu li shay'in min hadha al-bawl wala al-qadar. Këto xhamia nuk janë për diçka prej këtyre dërsirave apo urinimit. S'janë as për me urinu, subhanallahu ka mësuar njerën, i ka thonë hajde ngom që të veç pak edhe I ka kallëzu. Se s'ka ditë, ai me pas ditë nuk ish urinu në xhami, po s'e ka ditë. Që se edukate ka pasë dhe ka urinu në xhami. Ka thonë këto xhamia nuk janë as për urinim, as për senet fllishta. Dhe tani ka kallëzu për çka janë. Innama hiya li dhikri Allahi azza wa jall. Ato janë për përmendjen e Allahut të lartësuar. Mu ngrit emri Allahut azza wa jall. Was salati wa qira'ati al-Quran. Edhe janë për namaz, me bo namaz, nëse dënë mu falë, hajde në xhami. Nëse dënë me përmenë Allahun, hajde në xhami. Dhe nëse dënë me lexu Kur'an, hajde në xhami. Xhamia është për çito, nuk është për diçka tjetër. Kjo kom pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë që jo badjava thuhet është mësuesi më I mirë I njerëzimit sallallahu alaihi wa alihi
wasallam, nga sa Allah ka dërgu mëshirë për gjithë. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, për krejt krijesat. Edhe në kapitullin e fundit për sonte, sjell disa hadithe Imam Buhariu dhe titullon këtë në kapitull Babu ta'awuni al-mu'minina ba'dihim ba'da, ndihma e besimtarëve mes vete. Kështu e titullon. Edhe bën hadithin e Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, i cili emrin e ka pasur Abdullah ibn Qais radhiyallahu anhu. Thotë al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan, besimtarët mes vete, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtarët mes vete janë sikurse një ndërtesë vetme. Yashuddu ba'duhu ba'da, e përforcon njëri tjetrin. A thot transmetuesi, thumma shabbaka baina asabi'ihi, dhe gërshetoi gishtërinjt e tij. Ka bëu me shaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan. Dhe ka bëu çështë. Yashuddu ba'duhu ba'dan, e përforcon njëri tjetrin. Na kena marrë hadithe ndryshme edhe në javët e kalume. Kena përmend hadithin e An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tara al-mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathali al-jasad. Sa i përket kur është fjala për mëshirën, dashurinë dhe ndihmën ndaj njëri tjetrit, besimtarët janë sikurse një trup i vetëm. Idha ishtaka 'udwan tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahri wal-humma. Kur një gjymtyrë e trupit sëmuret, i gjithë trupi rënkon nga sëmundja me pagjumësi dhe me zjarr apo temperaturë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot një hadith tjetër, hadithin e Enesit radhiyallahu anhu, cilën e transmeton Buhariu dhe Muslimi, Allahu më shëroft, thot: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. S'ka besu me besim të plot askush për juve, përderisa ta doj për vllain e tij besimtar atë që e don për vetë. Kjo nuk është e lehtë për nefsin, me dashur për vllain besimtar ata që e don për vetë. Po për çfarë pejgamberi sa ka thonë nuk ka besu me besim të plot. Kjo është vepër shumë e kërkuar. Me dashur për vllain besimtar ata që njëri e don për veten e tij. Dhe hadithi tjetër i fundit është hadithi e Abu Musa al-Ash'ari, i njëjtit sahabi, i cili thotë kanë an-nabiu sallallahu alaihi wasallam jalisan, u kon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ulën me një mejlis prej mejliseve të tij. Idh ja'a rajulun yas'alu aw talibu hajatin, u ardh një njeri i cili ka kërkuar diçka pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka pas nevojë për diçka. Edhe u drejtu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po aty kanë qenë disa sahabi bashkë me ta. Thot aqbala alejna biwajhihi. Këtë rast kur ka kërkuar diçka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është kthy kana me fytyrën e tij. I ka këshyr sahabit. Edhe ka thonë ishfa'u faltu'jaru. Ndërmjetësoni që të shpërbleheni. Ndërmjetësoni që të shpërbleheni te Allahu xhalla wa ala, që ndërmjetësimi është prej punëve më të mira që mundet me bëni besimtar. Thot Allahu xhalla wa ala në surën An-Nisa, men yashfa' shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Kushdo që e bën një shefat të mirë, ka me pas shpërblim për çat shefat. Dikush ka nevojë për diçka, ka nevojë për pasuri. Ti shkon edhe bën shefat, ndërmjetëson te një njeri i cili ka pasuri, kallzon. U filan, çka vllai jon ka nevojë për pasuri. Unë e di që ti ke pasuri, mashallah te barakallah. A ki mundësi me jap diçka një pjesë prej saj këtina me kryeni nevojë caktuar. Për këto kish problem tepër të madh Allahu subhanahu wa taala. Kish problem sikur mi pas jap ti. Edhe e kundërta, wa man yashfa' shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Edhe kushdo që bën shefat keq, ndërmjetëson për diçka të keqe, ka me pas mëkat për atë ndërmjetësim. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita. Allahu xhalla wa ala është dëshmues për çdo gjë. Mas pari shkruan veprat e besimtarëve e pastaj mirën llogari për ato vepra para Allahut xhalla xhelalu. Në vazhdim thot wa yaqdi Allahu ala lisani nabihi ma sha. A kjo pjesë është interesante, thot Allahu cakton çka të don përmes gjuhës së të dërguarit të tij sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Çka do që ka caktuar Allahu xhalla xhelaluhu ka më ndodh. Çka i bën kjo? Është për qëllim që ti bën një hajër, bën çat ndërmjetësim, edhe tani çka të bën Allahu xhall,
është hajër për ty. Pse se ti kish problem edhe nëse ai nuk e pranon me bo shefat. Ti bën shefat për një njeri, te një njeri i pasur, për shembull që them rastin. Ai njeri i pasur s'don mia pasuri thash atij. I bën që ti nuk je në humbje, as nuk je keq. Përkundrazi je mirë. Prap je në fillim të Allahut, je në fitim të Allahut te bareke wa taala. Balanci është me bo shefatin. Mu munu me ndërmjetësu për njerëz që kanë nevojë. Te njerëz të tjerë që kanë mundësi. E tani, a i kryet ati nevoja ti, apo nuk i kryet, këto e cakton Allah Azza wa Jall qysh don edhe bën çka don. Qase Allah është fa'alun lima yurid. Vepron çka don. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Spytet Allah çka vepron ai, po pyeten njerëz ditën e gjykimit kur dalin për llogari para Allah te bareke wa taala. Prej këtij hadithi përfiton që shefati apo ndërmjetësimi në këtë dynjë është prej veprave më të mira dhe më të dashura te Allah te bareke wa taala. Dhe argument për tash fjalë Allah Azza wa Jall që përmendëm, me yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Kushdo që e bën një shefat mirë, ai ka shpërblim për atë shefat e Allahu Jalla Jalaluhu. Me kaq mjaftohemi për sonte. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.